Pse nuk e shajmë do të bëjene? Pse gëzuar nuk e shajmë bëjene? Unë e kam për detyrë morale dhe qytetare të nxjerr ato materiale të cilat janë aty të zezë mbi të bardhë që duhet të nxjerrin tërë mediat, opozita dhe të gjithë bashkë. Se si e bën Bashkimi Evropian detyrën e tij? A e bën mirë, a e bën keq, a e bën me hile, a e bën pa hile? Ja e komentoj, ja nuk e komentoj unë, kjo nuk hyn në punë askujt, sepse ne nuk do të ndryshojmë dot metodologjinë Bashkimit Evropian. Çështja është që ne duhet të jemi racional të ato që themi. Nëse ne tani do të fillojmë dhe do t'i themi Bashkimit Evropian se ti duhet i bësh detyrat kështu, apo Trump duhet ta drejtojë Amerikën në atë mënyrë, sigurisht unë nuk hyj ke kjo kompetencë. Dhe këtu nuk ka nevojë as për qëndrim dhe as për qenë frikacak. Këtu është e nevojshme për qenë racional se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë duhet të themi. Dhe kjo është e vërteta. Ne duhet ju themi shqiptarëve atë që thuhet, edhe pse Edi Rama mund të ketë marrë një lej me mik për aq sa mund të ketë ndërhyrë aty. Çështjet e gazit, çështjet e Gjermanisë, çështjet e tjera, ky vend i këtu me tërë defektet që ka edhe gjykatë kushtetuese, pastaj ka edhe gjykatë të drejtave në Strasburg apo dhe gjykata europiane, dhe opozita që është aty në parlament, që është mandatuar nga shqiptarët për të bërë oponencën e qeverisë, le të ndjek të gjitha ato probleme, siç i ka ndjekur majoranca njëherë e kohë me ligjin për detjen e tjera e tjera. Pra, nuk kam tërmend, jo sot, po edhe mo të mësoj Bashkimit Evropian se si ta bëj metodologjinë dhe të bëj punën e vet. Në qoftë se zoti Burimi do ta bëj këtë, është në të drejtën e tij dhe unë s'kam asnjë lloj shqetësimi me këtë çështje. Po Genc. Unë po them ty të komentosh Amerikën në Iran apo bëhen në Ukrainë. Unë të them ty ke detyrë morale zotëri, si puna ime, të komentosh kur Amerika dhe BE-ja marrin vendime që impaktojnë shqiptarët. Si pas të po të më të Trumpi prap vendim të ndash Kosova dhe një pjesë e për Shërbis, s'do reagonin neve si pas të Si pas të kur bëjë do reagojmë siç po reagoj tani. Ta mbaroj. Zoti, po çat mbarosh e them se ti ke ndërkohë si po mbaron. Unë po të them, unë do reagoj siç po reagoj tani, që lexoj ato që ka shkruar raporti. Korrupsioni i lartë. Ta mbaroj. Mungesë e luftës kundër Kur Izraeli shkon të vret të pafajshëm në Gaza dhe në Liban, të pafajshëm, ti mendon tu se Evropa do reagon sepse ka një presion të madh të opinionit publik evropian, si vazhdoni ju mbani marrëdhënie me një vend që pra ata ngrenë presionin e brendshëm. Ata ngrenë presionin e brendshëm në Shqipëri. Ta mbaroj. Po nuk presionin e brendshëm me predikime për Europën, ngrihet duke thënë të vërtetën. Dgjoj, ma lër ta mbaroj. E ç'i thot Evropa të thotë Ramës. Shiko, gjatë kohës ke për hile. Ke bërë këto po fund fare po ta jap golin, e ti mësua mua ku jemi ne të reagojmë. Mos reagojmë dhe kësa Evropa sot që jep i barin këtij zotërie. Që deri je duke folur për çfarë në raport me ato që them unë. Unë mos reagoj. Je duke folur për çfarë në raport me ato që them unë. Unë mos reagoj, i them bëj një pastor që pyeshet se nuk dëgjon. Shqiptar, sikur në fuqi është një demokrat. Atë kurajë që Evropa e ka me Serbin, po ta përsërisë edhe një herë, quhet Pikola. Pikola quhet. Është raportuesi Europian i Parlamentit për Serbin. Jo lag se dje, po ta çoj. Dhe thot që problemi i Serbisë është autokrati Vučić. Dhe unë krajoj listën serbe se në zgjedhje. Ku do kjo Evropë? Ku se ke neve? Rama, është i kej në raporte, por neve po japim mbarin. Sepse ky bleu edhe Meloni, po ble edhe nga Greqia dhe pa pikën e topët Gjermanisë. Dhe ti vazhdon po pse nuk i bleka dhe Serbia me të njëjtën logjikë zoti Burimi? Unë ata merrem, sepse janë ata. Zoti Burimi, pse nuk i blen edhe Serbia këta parlamentarët evropian me të njëjtën logjikë? Për aq kosa ata pas kanë dalë në ankant, kush blihet më kush e ka çmimin më të lartë. Ta e përgjigjen, sepse sot momentin e flasë tani bashk, zoti Vučić është tek pallati i popullit. Po, është në Pekin. Është në Pekin, po. Me Shipingun. 40.000
punëtor serb hambuk prej kinezëve ka shkuar të nshkruaj kontrata nga qytetarët bërthamore e deri tek Lidhje nga kjo le europianët ai ta ketë në rregull dhe me europianët, jo vetëm me kinezët. Megjithëse që nga çështja e çmimit. Ai Vučić nuk ka zgjedhur rrugën e qokës, ai ka zgjedhur rrugën e raport të forcës me Evropën. Okej. O do të futesh në Evropë? Pra ti thua që unë shkoj që Serbia bën mulligjin. Bën atë që bën më të mirë, që luaj me gjitha portat apo jo? Asgjë fiton ore. Asgjë fiton. Okej. Fiton thjesht që në pushtet dini 29-ën dhe më gjatë akoma. Kjo është tradhtia e madhe. Dhe sot kjo opozit ka degraduar kjo opozit. Pikë sot s'ka tjetër plan vetë një deus ex machina që të jetë spaku të drejtësia që ta daloj Ramën. Kjo është shpresa e fundit e politikës. Dhe BE-ja e tradhtoi. Dhe tutën shgojnjen ata. Kur do vi ambasadori amerikan në Tiranë, do shohë që spaku do jetë më i butë akoma. Sepse ai vjen pikërisht për Kurimi, në 45-ën Shqipëria u tradhtua dhe mbeti në një sistem diktatorial, ndërkohë që ishte premtuar zbarkimi i madh anglo-amerikan. Çfarë do bëjmë ne? Do presim të zbarkojnë ata apo do lëvizim ne këtu nga brenda? Se unë jam për lëvizje nga brenda njëherë, pastaj se nuk vjen kjo me mëshirë nga jashtë. As i mësuar ata se si do bëjnë punët e tyre. Europianit turp të kesh, ti thua se europianit turp të kesh që premtove që i bashkë do ketë praq kosa kyt bëj hapa mbrapa, te do se valluku tek të dhënat e të drejtave në parlament opozitës. Çfarë hapi brapa bërë këtë? Çfarë i dha ky si bombon Evropës? Ja tham turp të kesh, dhe çfarë bëm? Çfarë bëm ata do të zër turpi, ata e mbaruan këtë punë. Po ndryshon puna, sepse këta ja kemi thënë Po ja kemi thënë për standardet. Ja kemi thënë që s'ka standarde të shumë, ka standarde të shumë fishta në trajtimin e çështjeve. Po kaq kemi në drejtën e fjalës. Ma bëre pyetëm, sot nuk i një politikan në Shqipëri nga majoranca, jo, por as nga opozita, që nga Skejfi, që nga Dashiri që është më milingone politikës, dhe e Berisha që është mamuthi, duke kaluar dhe nga Lape nga She, nuk i asnjë politikan sot, nuk e euroskeptik, jemi gjithë për europian. Po të i bëj kritikë Evropës, si janë gjithë të mbruajtur me mendsinë tënde. Ti thon Evropës, ku i çon mushka me këtë njeri? Si hapë t'i bari ka shkollaj, si morë të paktën këti njeriu, të paktën një lëshim, që të soshte të ma kthej prapë në parlament spaku dosi balluku, dhe ja, të bëte paktën një lëshim. Ky vetëm ja bën Evropës kështu. Kështu nuk Evropës, dhe i merr shpërblime. Mua kjo më shqetëson. Tek neve nuk ndodh kështu. Po ky është problemi i Evropës, ma nuk është problemi i ne sentimon, s'kem çfarë bëjmë në këtë rast. Është problem vlerash. Okej, dakord Gens, po jo edhe me drejt thotë edhe ky është problemi i Evropës, çfarë bëjmë në Europë tani? Çfarë mund të bëjmë ne? Nuk është problemi jon, ky është problemi i Evropës. Po çfarë mund të bëjmë neve sot Izraelit, po kjo s'na pengon të flasim, apo jo? Po jo, patjetër, tu jam me ty dakord. Po. Tu jam dakord. Ma them kjo është ide. Ore ne duhet flasim, po duhet flasim për ato gjëra ku kemi mundësi ndihmojmë. Ju me fjalën se keni, ti dhe fjalën ke